Mirëmëngjes të nderuar teleshikues, mirë se vini në shtypi i ditës dhe ju. Është e hënë sot, data shënon 10 gusht dhe duke ju uruar një javë sa më të mbar, do të lexojmë fillimisht titujt kryesor të shtypit për ditën e sotme. Do ta nisim me gazetën Tema, Hendeku i shifrave, kush është blerësi i vilës së Agron Sheaj. Ky është artikulli i faqes së parë së gazetës Tema, që mund ta gjeni si artikullin kryesor praktikisht me cilin ka vendosur gazeta që të nisë këtë të hënë. Shkojmë më tej në të tjerë artikuj kryesor, sigurisht një vëmendje të veçantë kanë marrë zjarret. Kruj, zjarri përfshin krastën tereni i pamundur për zjarr fiksit, është një artikull që mund ta gjeni në faqen 6 të gazetës Tema. Kristian Stereo ishte arrestuar më herët për plagosje me thik, po ashtu në faqen 6. Shkojmë më tej. Një artikull nga Mero Baze, më me qejf do të kisha votuar për zonjë nga India sesa për emigrantin Agron nga Shqipëria, dedikuar Agron Shehajt. Pandeli Majko, politika e Aleksandrit të Vogël të Serbisë në Udhëkryq. Shkojmë më tej nga Carlo Bolino. Censura e institucioneve ushqen kancerin e lajmeve të rreme dhe besa duhet të vlej edhe për mediat, mund ta gjeni në faqen 9 të gazetës Tema. Vjojmë më tej me artikujt kryesor të gazetës. Politikanët influencer, arsyet e modës së tribunës virtuale, shkruan gazeta Tema duke i dhënë një vëmendje të veçantë revolucionit të flamingove, e cilëson kështu në faqen 3 mund ta gjeni artikullin. Bie drastikisht numri i pjesëmarrësve në protestën e 71 në Bulevard dhe raportet sekrete të CIA-s në vitin 1955, pse u arrestua Bedris Bahiu, i cili drejtoi që dënoi Koçi Xhoxhën, krye titoistin shqiptar, në faqen 11. Mirë, të shkojmë më tej në gazetën Telegraf, për parë cilët janë artikujt kryesor këtë të hënë. Trajtimi i komplikacioneve nga vaksinat anti-Covid, duke si ka dhënë një vëmendje të veçantë Covid-19, ekskluzive me doktor Zekri Palushi në Australi. Ky është një nga artikujt kryesor të Telegrafit mëngjesin e kësaj të hënë. Si pasojë e marrjes së këtyre vaksinave janë rritur rastet me miokardit, inflamacion i zemrës, sidomos te të rinjt. Abortet janë rritur deri në 300%, po kështu edhe rastet me tumore të ndryshme janë rritur deri në 300%. Rastet me sëmundje të ndryshme neurologjike janë rritur deri në 1000%, skleroza apo humbja e memorjes 700%, dhe në 50 vitet e fundit, çrregullimet e spektrit autik në Amerikë janë rritur 32.000%. Ja lista me ushqime që duhet të përdorni për të riparuar në maksimum dëmtimet e ndryshme të shkaktuara nga këto vaksina. Trajtimi dhe jap se do të ishte mjaftueshme marrja e Ultimate Spike Detox, që mund ta porosisni në internet ose tua kërkoni si privilegj njerëzve tuaj në diaspor. Mirë. Një produkt me sa duket që reklamon pan Telegrafi. Shkojmë në një tjetër titull kryesor. Shqiptarët zhvaten edhe nga pasaporta kombëtare. Identitek glabëron 26 milion euro nga tarifat e larta. Kompania që ka në dorë të dhënat biometrike të shqiptarëve kthehet në çerdhe nepotike që u zhvaq qytetarëve plot 26 milion euro, me marrë shfitimi 68% falë çmimeve të larta të kuponëve për pasaporta e ID. Ndërkohë që kostot për blerjen e letrës dhe bojës për prodhimin e pasaportave, sipas vetë kompanisë kanë rënë me 32.2%, shkruan gazeta Telegraf në faqen 8 të saj. Shkojmë më tej. Shteti në këmbë për zjarret, herojnë zjarfikës e ushtarak shmangën një bilans që mund të ishte tragjik si në Europë.
Erik Wendt u konfirmua nga Senati si ambasador në Shqipëri, do të mbështes vizionin e Trump për siguri të përbashkët. I kërkuari i drejtësisë strehoi në vilat në Palas, arrestohet pas 2 vitesh në kërkim për abuzim me inceneratorin. Skandali diplomatik, Frank Shkreli, ish drejtori i VOA-s, apo dështon Kosova të fitojë paqen, dështimi për krijimin e institucioneve të reja shtetërore e rëndon Kosovën që ka nevojë për partneritet euroatlantik në një rajon ku interesa gjeopolitike janë të ndërtuara dhe ku Serbia vazhdon ta kundërshtojë shtetësinë e Kosovës. Dhe Kosova heq flamurin Ukrainas pas deklaratës së Zelenskit kundër pavarësisë së saj. Reagon Shqipëria, pavarësia e Kosovës nuk cënon të drejtën ndërkombëtare. Bregdeti shqiptar, shkojmë më tej. Gëzim Lloydja, tigrat energjetik të uritur në gjirin e Vlorës vijojnë të marrin milionat e shqiptarëve pa prodhuar energji. Dhe kolektori ujrave të zeza mbulon gjirin e Lalzit me ndotje alarmante në faqen 7 dhe 18. Në dosjer dhe histori, Berberi, darka e gabuar e Enverit me Hrushovin, me gica në katë 2 të Pallatit të Kulturës, ndërsa në katin e parë dërgjeshin portretet e Duçes dhe Adolf Hitlerit. Ish oficeri si punoi profesori francez në Shalqinj për të ardhur në Tiranë. Në opinion dhe në koment, Kolegji Zgjedhor eliminoi referendumet për hartën e bashkive nga profesor Kristaq Kume, mund ta gjeni në faqen 4 dhe nga Eduard Gjokutaj, bonusi për pensionet nuk së vëndëson rritjen reale. Do të shkojmë tani nga Telegraf në Panorama, për vjuar më tej dhe me Panorama Sport, për të lexuar zhvillimet më të fundit nga sporti. Në faqe të parë, kryeministri Rama, shohim artikullin kryesor. Presioni ndaj Ramës, shkruan Panorama, mëngjesin e kësaj të hënet data 10 gusht. Ka shpërthyer kriza në PS. Qytetarët të vetët po I heqin kryeministrit tullat një nga një. Dhe referohet protestës në ditën e 71 të saj. Presioni ndaj kryeministrit Rama nuk vjen vetëm nga protestuesit në shesh, por edhe nga zhvillimet brenda kampit socialist. Gjatë protestës së mbrëmshme, ata folën për shpërthimet e krizës në PS dhe sipas tyre të vetët mezi po presin largimin e kryeministrit. Shkruan Panorama në faqen 2. Shkojmë më tej. Intervista PS nuk dorëzon Ballukun, Leshaj, mesazh SPAK. Drejtësia nuk ka përse të jetë e varur nga vullneti I dikujt. Ish-ministri Sander Leshaj në krah të protestuesve, mesazhi I fortë për Ramën, tërheqja nuk është dram, koha është pjekur. Shkojmë më tej, misioni vazhdon 71 ditë pranë protestës së qytetarëve, një vit nga sulmi shtetëror ndaj News 24 dhe gazetës Panorama, gazetarët u nxorën me forcë nga godina në faqen 3. Investime për Ballukun, SPAK kontrollon Atelier 4, sekuestrohet projekti I vilës luksoze në faqen 5. Në 5 qytete, listat e reja me pronat që legalizohen në faqen 22. Shkrimtari, zemërim edhe pas vdekjes, Trebeshina, dizident I përhershëm në faqen 14-15. Shkojmë në opinion. Tentuan ta fiknin, por sot News 24 është më I fortë nga Dhurata Çupi në faqen 19. News 24 në këmbë duke bërë gazetari profesionale nga Agron Gjek Markaj në faqen 18 dhe nga Agron Shehaj, News 24 prej vitesh në sulmin e pushtetit. Në faqen 16 dhe 17 mund të gjeni Enveri ja dha vilën e tij kolonelit sovjetik. Goditja që nuk kurseu askënd, arrestimi I Recep Jellës, vrasja vëllait dhe burgosja e djalit.
Mirë, do të shohim tani edhe zhvillimet sportive, do të shohim se çfarë shkruan Panorama Sport, të cilët janë titujt kryesor. Armët për titullin kështu e nis. Panorama Sport, receta e Bratus, Partizani kërcënon rivalët pa bujë. Tirana dhe Teuta favorite për titull. Ish trajneri i Dinamos U19, Justin Bespalla, analizon në ndecën dhe superioren. Duaj rregullit të rinjve, bluve u nevojitet një projekt për grupet. Situata, broja në udhkryq, Burnley nuk e llogarit. Shkojmë më tej. Fiton Aleksi Petrokupi si frymëzim me Gnatja do një tjetër përmbysje. Bardhë dhe blut, Tirana 13 largime dhe asnjë shitje. Korçarët, Mercato, Doda i bashkohet Skënderbeut. Shkojmë më tej. Tradhëtova, Maldini, Guardiola donte Italinë, nisi të shkruante formacionet, mund ta gjeni në faqen 14. Derbi, Interi mund Juven, Spalletti nuk kemi ende ekipi që dua. Milani, Chelsea bën ligjin, Amorim nis pastrimet. Shkojmë më tej. Verdh dhe blut, afrim nga Serbia, Elbasani kërkon Josef. Kuqe blut, Kubazi, Vllaznia zbulon Xhevahirin tek Akademia. Formula 1, Clark, Senna, Antonelli, si ka evoluar rekordi moshës në Grand Kelem. Hape dosja roz, bomba e dashura Infantinos u pagua nga UEFA. Mirë, këto janë titujt kryesor të shtypit mëngjesin e sotëm.